Vëllezër të nderuar, duke ditë që koha është mjaft e limituar dhe një pjesë e juaj në momentin që unë flas e kanë mendjen tek punët e tyre, unë do të sjell vetëm një tregim i cili të shërbej për ju. Për mua në radhë parë dhe për ju në radhë dytë, dhe për të gjithë ata njerëz që e dëgjojnë dhe mund ta transmetojnë këtë histori. Është një mesazh për ata njerëz që duan të gjejnë rrugëzgjidhje për hallet dhe problemet e tyre. Tregohet një herë një biznesmen shumë i madh në Egjipt, i cili jeton sot e kësaj dite. Allahu subhanahu wa taala i kishte dhënë bereqet të madh. Kishte pasuri të madhe. Jetonte në një lagje shumë të pasur në Mensura, në Egjipt. Është profesor në universitet. Mirpo, ai e kishte harruar, dhe vetë tregon këtë histori, ai kishte harruar të shëronte pasurinë e tij duke dhënë sadaka për hatër të Allahut subhanahu wa taala. Një ditë për ditës tot, zemra nuk po punonte mirë. Filloi të dhinte zemra. Duke qenë në këtë lloj situate dhe njerëzit që kanë parë gjithmonë shikojnë ku është spitali më mirë dhe ai mori avionin, erdhi në Londër. Hyn në spital, i bën të gjitha analizat e duhura dhe pastaj i thot mjeku kryesor, njëra prej bakusheve tua nuk punon. Duhet patjetër që ne ta bëjmë operacion që t'ja hapim asaj atë tubin që të qarkullojë më mirë gjaku. Mirë, po ky lloj operacioni nuk është shumë i suksesshëm, domethënë është 50-50, 50-50. 50 rron mas operacionit dhe 50% nuk rron mas operacionit. Ky njeriu tremb, natyrisht imagjinoni sikur dikujt prej jush i themi që ke 5 minuta kohë, ose kur dalim nga xhamia kemi dy opsione, 50% jetojmë dhe 50% nuk jetojmë. Gjithë zemrat tona do të fillojnë të gufojnë nga frika, inshallah nuk qelloj unë nga ata që do të jenë ka 50% që nuk jetojnë. Edhe i thot doktori, bëhu gati, përgatitu se ne do të fusim në sallën e operacionit dhe nëse ke për të lënë një amanet, lejtë. Ky thot unë dua patjetër të shkoj në vendlindje, të kthehem në Egjipt që t'i loj amanetet e mia dhe ne kemi në këndvështrimin fetar ti kërkojmë hallalin. Dhe ky thot unë dua të shkoj në Egjipt ti lekujdoj ato problemet e mia ekonomike që kam atje. Doktorat këmbgulin që nuk është e mundur se nuk ke mundësi, pas një këmbgulje të gjatë, i japin disa ilaçe që ta marrin pak në jetë për disa ditë derisa të shkonte dhe të kthehej. Dhe e rëndësishme udhton në Egjipt. Kur vjen atje, filloi t'i takonte gjithë njerëzit në përmallim. U hap lajmi i këtij se filani do të bënte një operacion dhe 50% jetonte, 50% nuk jetonte. Dhe i takoi gjithë miq, gjithë shok, shtëpia e tij ishte mjaft e bollshme, hynin dhe dilnin njerëz, disa të qetësuar, disa të hidhur, disa të mërzitur, disa me probleme të ndryshme, domethënë me keqardhjen e madhe për mikun e tyre, sado i keq që të ketë qenë njeriu në jetën e kësaj dynjaje, kur vjen momenti që diskutohet që ai mund të largohet, njerëzit ndjen keqardhje. Ky pas i mbaroi të gjithë kontaktet dhe hallallakun që kishte, ju kujtuaj një shok që e kishte pasur herët në shkollë. Në universitet e kishte pas shok shkollë. Thot po shkoj ta takoj atë. Mirë, po ky shoku i tij nuk jetonte në këtë lagjin e pasur që ky jetonte. Jetonte në një lagje mesatare. Shkon, takon me shokun e tij, i tregon hallin dhe problemin e tij dhe ulen në kafene për të pirë një kafe. Duke pirë kafe, duke biseduar dhe duke u përmalluar ky me shokun e tij, i shkon syt në anën tjetër të rrugës shikon një grua të moshuar, e cila qëndronte pranë një kasapi, i cili therte mishin dhe po e rregullonte atë dhe kur nxilte mbeturinë dhe kushdo që ka parë mish kur është therrur, ndalin mbeturinë her pas here aty kocka të vogla apo mbeturina që janë zorrët, plënsi apo diçka të ngjashme me to. Kjo grua kur nxilte shifte ndonjë copë, e merrte dhe fuste në qesën e saj. Mbledhte mbeturinë, të thënë shkurt. Ky njeri e shikon edhe subhanallahu. Ky njeri i pasur kur nuk i shpar se si gatuhet ushqimi. Jo më të shikonte ushqimin, mishin e therrur apo mishin i cili nuk ishte gatuar. E shikon dhe i zbutet zemra, thot subhanallahu si i ka bërë Allahu njerëzit. Dikush ka pasuri të madhe, han dhe nuk e shikon kur si gatuhet, kurse
kësaj plake Allahu subhanahu wa taala ja ka mundsuar që të mbledhë beturinat e mishit aty. Del ma tan dhe sot shoku më fal 1 minutë. Del ma tan dhe pyet te grua dhe thot: "O nën, si e ke hallin tënd? Pse po mbledh këto beturina mishit?" Kjo grua e thot: "Kam 7 vajza jetime. Dhe kam 3 muaj që më kërkojnë që t'i blej mish, por unë nuk kam pasur lekë që atyre t'i blej mish. Dhe kam ardhur dhe vi her pas here këtu mbledh së beturina, i gatuaj në shtëpi dhe vjen në shtëpi aroma e mishit dhe fëmijët, vajzat gabohen dhe kujtojnë se do hajnë mish, dhe kështu vazhdoi unë jetën time të përditshme." Dhe ky njeri në këto momente ju kujtohet Allahu subhanahu wa taala dhe gjithë secili e ka një moment kur i kujtohet Allahu krijuesi i gjithësisë. Ky kishte pasuri prallore, kishte bollëk të madh. Dhe pyet kasapin sa kushton 1 kile mish, nuk e dinte as kilën e mishit sa kushton. Ai i thot kaq, një çmim të caktuar. Edhe i thot sa i gruas, se plagës së moshuar, sa të mjafton ty për të hangur fëmijët. Ai e thot 1 kile është shumë edhe 1/2 kile është prapë shumë për fëmijët e mi. Imagjinoni 7 vajza bashkë me nënën 8 hajnë 1/2 kile mish. Ai i thot javë për javë do vish këtu dhe do të marrësh 2 kile mish një javë. I bën llogari 54 javë, i jep lekët kasapit dhe thot kjo plagë do të vi javë për javë dhe do të marrë mish tuk e ti. Në këtë moment kur kjo plagë shikon që ky njeri bëri këtë vepër kaq të madhe, imagjinoni vëllezër të nderuar, sikur në një situatë kaq të vështirë, të gjendet dikush që zgjidhë një hall të parë si do ta ndihesh veten tënde. Kësaj plagës ju pret trupi komplet dhe u gjunjëzua. Ran gjum. I ngriti duart drejt qiellit dhe tha: "O Zot i madh që nuk ka Zot tjetër përveç Ti. Këtij njeriu që sot më gjend mua në këtë ditë, i jepi pasuri të pakufishme." A kishte nevojë ky në këtë ditë për pasuri, vëllezër të nderuar? Nuk kishte pasuri. Nuk kishte nevojë për pasuri. O Zot i madh, këtij njeriu që më gjend sot në këtë ditë, jepi lumturinë familjen e tij dhe ai kishte lumturi se kishte të gjitha mirat e kësaj dhunjaje. O Zot i madh, filloi të lutej kjo grua, kjo plak me afshin e zemrës së saj dhe tha: "O Zot i madh, këtij njeriu që më gjend sot në këtë ditë, që vajzat e mia jetime të gëzohen dhe të hajnë ushqim, jepi shëndet plot në trupin e tij." Lutja e kësaj gruaje shkon lart 7 qiell tek Allahu subhanahu wa taala. Nuk ka midis Allahut dhe robit perde, vëllezër të nderuar. Ky njeri thot në këto momente që kjo grua u gjunjëzua dhe po i lutej Allahut, jo se u gjunjëzua para këtij njeriu, po fillova ta ndihej veten më mirë shpirtërisht. Më në fund pas gjithë këtyre viteve, unë bëra diçka për Allahun e madhëruar. E kishte harruar Allahun në një farë mënyrë. Ndahet me këtë gruan, duke dëgjuar duat e saj pafund në silum, ndahet me shokun e tij me një ndarje lamtumire, dhe kur kthen në shtëpinë e tij, shikon vajza e vogël dhe thot: "Baba, thot, ke diçka ndryshe, fytyra jote është më e çelur. I ke shumë i mërzitur dhe shumë i shqetësuar. Ama tani po të shikoj shumë më ndryshe." Bi thot: "Më në fund baba jo të bëri diçka të mirë për hadër të Allahut. Prandaj e një veten më mirë shpirtërisht." Unë nda me familjarët e tij, familja e ngushtë, udhtoj me të në Londër. Filluan se në Perëndim nuk është si tek ne që vjen pacienti e fusin sallë pa i bërë ekzaminimet. E marrin e fusin sallë të ekzaminimeve për t'i bërë analizat para përgatitore për ta bërë operacion. Dhe kur vjen doktori i nebrikosur, i egërsuar dhe thot: "Në cilin spital ke shkuar dhe kush ka kuruar? Në cilin spital ke shkuar dhe kush ka kuruar?" Këtë vëllezër të nderuar, e kishte kuruar ndihme Allahut subhanahu wa taala. Zemra e tij, bërkushja e tij e cila ishte mbyllur, ishte hapur. Ai që i tha mbyllur, ai i tha hapur. Ai që të krijoi ty në barkun e nanës, ai të solli në këtë dynja, ai t'jep lumturi, t'jep gëzim, t'jep jetën pa merr jetën. Çu vllai nderuar, le të jetë kjo një mësim për ne. Le të mjaftoj kjo histori një parim për ne, nëse ne kemi hallë dhe kudo që ta sjellësh vetën tënde, në jetën tënde, që në vetën brenda në këtë histori. Drejtohu Allahut subhanahu wa taala. Madhëroja Allahun krijuesin e gjithësisë. Je për hadër të Allahut, se kjo fare që je për Allahun
do të vit ditën e gjykimit dhe do shmojnë për ty, edhe do të thotë o Allah mos e hin zjarr xhenemit filanin dhe filankën. Je për Allahun subhanahu wa ta'ala, se Allahu do të gjendet me ty në vendet dhe në momentet e vështira të jetës tënde. Je për Allahun subhanahu wa ta'ala dhe Allahu do të japi bereqet në familjen tënde. Je për Allahun subhanahu wa ta'ala dhe Allahu krijuesi i gjithësisë do të japi dashurinë në familje, do të japi harmoninë në shoqëri, do të japi jetë dhe begati në trupin tënd, do të japi lumturinë vazhdueshme derisa të jetosh në këtë botë dhe të largohesh duke deklaruar, duke dëshmuar ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluh.